إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve dhe veprave tona, cili ndo që i madhi Zot e udhëzon, e drejton, nuk ka kush ta humbë dhe devijoj, dhe cili do që humbë dhe devijon, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe vërteta, askush tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të adhurohet si Zot, e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok, pa ortak, pa bir, pa të ngjashëm, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri, rob i Zotit, i dërguar i Tij, vula e profecisë në tokë, misioni i cilit përmbledhet në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të sollëm në këtë botë, o Muhammed, për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelalu në Kur'an na drejtohet neve besimtarëve kur thotë: O ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu siç e meriton, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet. Gjithashtu i madhi Zot nëpërmjet Kur'anit i drejtohet mbar njerëzimit kur thotë: O ju njerëz, friksojeni Zotit i cili ju ka krijuar juve nga një njeri i vetëm, e prej Tij krijoi bashkëshorten e Tij, e prej tyre bashkë krijoi mbar njerëzimin, meshkuj dhe femra. Friksojeni Zotit me emrin e të cilit ju përbetoheni, ruajini lidhjet e gjakut, dijeni se Zoti është mbi ju, mbi kqyrës. Gjithashtu i madhi Zot na drejtohet po neve kur thotë: O ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, se kështu Zoti do t'ua falë gjunaqet, do t'ua mundsojë që vazhdimisht të jeni ndër vepër mirët, cili do që i bindet Allahut dhe dërguarit të Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e ëmbël dhe më e freskët dhe më e shijshme është fjala e Allahut, Kur'ani famëlart. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e Tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se puna më e keqe që ekziston dhe gjëja më e keqe që ndodh është sa jesa në fe bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Zoti na ruajt të gjithë dhe nga zjarri i xhenemit. Allahu xhel xhelal lutem në këtë ditë vere që ta bëj për mua dhe për ju haram një herë për gjithmonë zjarrin e xhenemit. Amin. Vëllezër,
dhe motra. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, në Kur'anin famëlart i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. E i drejtohet gjithashtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu xhalla xhelaluhu në një kapitull kuranor ku e lavdron dhe e ngren shumë lart figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbyllet gjithë ajo sure e mrekullueshme dhe e bukur me fjalën e Zotit: e kur të mbarosh, çohu sërish. Me të mbaruar, ngrihu sërish. Që do të thot, vëllezër dhe motra, adhurimi i Allahu xhalla xhelaluhu nuk njeh sezon dhe nuk njeh kohë, pavarësisht se Allahu xhalla xhelaluhu disa sezone dhe disa kohë i ka dalluar në krahasim me sezone dhe kohë të tjera, po kjo nuk do të thotë që e mbyll njeriu një adhurim X caktuar, e do të thotë nuk e sheh më atë adhurim derisa të vijë njëti sezon apo derisa të vijë e njëjta kohë. Thuhet në librat të tefsirit se ajeti i fundit i kësaj sureje tregon dhe një, si me thënë, mesazh për lartësinë dhe vlerësimin që Allahu xhalla xhelaluhu i dha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra le të themi nga arsyet që i madhi Zot e vlerësoi dhe e lartësoi figurën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte se jeta e tij ishte vazhdimisht në adhurim, vazhdimisht në përkushtim ndaj Zotit xhalla xhelaluhu. Pra një jetë jo e lidhur vetëm me atë që ne njohim në gjuhën juridike islame farzet, po një jetë e lidhur me farze, me nafile, me synete, me namazë vullnetare, me adhurime vullnetare, me e mbushur plot, sepse kjo në të vërtetë e ngren dhe e lartëson njeriu. Nëse ka gjunahe, i pastrohen, e nëse nuk ka gjunahe, i ngrihen shkallët dhe gradët tek Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye, në një hadith bukur, njëri prej sahabëve i bën një shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në fund të këtij shërbimi pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot atij: kërko çfarë të duash. Ai tha pejgamberi i Zotit: unë duhet të jem bashkë me ty në xhenet. Tha pejgamberi alayhi salam: kërko diçka tjetër. Tha pejgamberi i Zotit: përderisa më the kërko çfarë dush, unë këtë kërkoj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normalisht duke pritur dhe shpalljen nga Allahu, i tha: atëherë më ndihmo, i tha, dëgjoje, atëherë më ndihmo dhe ti mua duke bërë sa më shumë sejdë për Allahun xhalla xhelaluhu. Atëherë nëse do që me të vërtetë ti jesh në një shkallë me mua në xhenet, unë do i lutem Zotit për këtë të premtoj, po edhe ti duhet më ndihmosh mua duke bërë sa më shumë sejdë për Allahun xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye, në hadithin e njohur, hadithin e të dashurve të Allahut, Allahu xhalla xhelaluhu, si transmetohet nga Buhariu dhe Allahu ta'ala, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartë madhëruar ka thënë: kush më prek të dashurin tim, unë atij do t'i shpall luftë. Kush më ngacmon, kush më lufton të dashurin tim, unë atij do t'i shpall luftë. E njeriu nuk mund të afrohet tek unë me diçka tjetër siç afrohet kur është korrekt me farzet, obligimet, detyrat. Dhe kështu njeriu vazhdon të afrohet tek unë duke bërë adhurime vullnetare, gjërat pëlqyeshme, gjërat mira, gjërat preferuara, derisa të arrijë në dashurinë time. E nëse unë robin tim do ta dua, thot Allahu, do të jem shikimi i tij që shikon me të, dëgjimi i tij që dëgjon me të, dora e tij që prek me të, këmba e tij që lëviz me të, goja e tij që flet me të. Pra nëse njeriu arrin me adhurim dhe përkushtim ndaj Zotit xhalla xhelaluhu, fiton dashninë e tij, e po e fitoj dashninë e Allahut xhalla xhelaluhu, Allahu do të jetë në mbrojtjen e tij, Allahu do të jetë në udhëheqjen e tij, Allahu do të jetë në suksesin e tij, e ky njeri vetëm se mirë dhe marr ka për të parë. Për këtë arsye, ne kemi nevojë që përveç farzeve dhe detyrave që bëjmë, ta zbukurojmë jetën tonë me adhurimet vullnetare, me adhurimet synete, qofshin ton farze, qofshin ton agjërime, qofshin ton llojet e dhikrit, kështu me radhë. Pra mos mjaftohet besimtari musliman me një Ramazan. Mos mjaftohet besimtari musliman me farzin dhe fatkeqësisht kemi një
një shfaqje shumë negative. Cila shfaqja negative? Me tu fal farzi, janë disa njerëz që i ngjasojnë fjalës së Allahut në Kur'an, ka'annahum humurun mustanfira, farrat min qaswara. Si zebrat kur shohin luanin, thot Zoti në Kur'an. Si zebrat kur shohin luanin. Janë disa njerëz me të marru farzi, la ilaha illallah. Ora ndoshta nuk thot as 3 herë, astaghfirullah, Allahumma entes selam, wa minkes selam. Fare, assalamu alaikum. Si zebrat që shohin luanin. A nuk e din ky besimtar se në ato momente që ti jep selamin nga farzi, është një melek si për kokës tënde dhe lutet duke thënë: o Allah o Zot, fale këtë njeri, o Allah o Zot, mëshiroje këtë njeri, o Allah o Zot, fale këtë njeri, o Allah o Zot, mëshiroje këtë njeri. Thot pejgamberi alayhis salatu selam, dhe spushon meleku së luturi për besimtarin derisa të çohet ose të flasim një tjetër. Unë nuk po them o vllajim, rri gjithë ditën në xhami të përmend Zotin, nuk e them këtë o burr. Se kemi punë, kemi angazhime etj, nuk ka asnjë lloj problemi. As Zoti nuk e thot këtë që trish gjithë ditën në xhami. Po njeriu farzit i jep hakun. Nuk çohet njeriu mbas farzit, siç largohet zebra kur sheh luanin. Ne në jetën tonë, përveç farzëve, duhet ta zbukurojmë me sunete, me nafile, sepse kemi nevojë. Është e nevojshme për njeriu. Zbukurimi i jetës me adhurimet vullnetare, me sunetet, me nafilet, kudo qofshin këto, qofshin në namazet, qofshin në agjërim, çfarë bëjnë faktikisht? Këto kanë disa efekte shumë pozitive. Dhe efekti më i rëndësishëm pozitiv është se problematikat tona në farzet tona na i rregullojnë sunetet dhe nafilet tona. Nafile do thot adhurimi vullnetar, jo i obliguar. Për këtë arsye në hadithin e njohur, hadithin e namazit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha se gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet ditën e Kiametit është namazi i tij, nëse rregullohen punët me namazin ose i ka punën në rregull me namazin e tij, gjitha punët kanë bërë shku mirë, nëse punët me namazin nuk i kanë mirë, edhe punët e tjera nuk kanë bërë shku mirë, dhe nëse njeriu ka mangësi në namazin e tij, Allahu xhelle xhelalu i thot me lajkeve: undhuru li abdi hel lahu min tatawwu. Shihni robin tim, a ka bërë adhurime vullnetare, synete, nafile? Që t'ja plotsojmë atij men taqasa min fardhihi. Që t'ja plotsojmë, që t'ja rregullojmë, që t'ja kurojmë problematikat që ka pasur në farzet e tij. Për këtë arsye nuk ka namaz, nga këto namazet që ne falim, që mos të ketë synete, o para dhe mbrapa, ose vetëm para, ose vetëm mbrapa. Sepse njeriu është i dobët, pavarësisht se falet, pavarësisht ka ato mangësitë e veta dhe problematikat e veta. E këto mangësi dhe problematika i rregullon kush? Adhurimi vullnetar. Për këtë arsye, po ta shohësh mas Ramazanit, mbyllet agjërimi apo ka dhe diçka plus? Mas Ramazanit ka dhe diçka tjetër plus. Para sabahut ka diçka plus. Para dhe mas dreke ka plus. Para ikindije, mas akshamit, madje edhe para akshamit, mbas jacije, pastaj natën e kështu me radhë. Arsyeja e dytë pse ne duhet jemi pjesë e kësaj gjëje, pra e përkushtimit ton në sunete dhe në nafile, është fakti se falja e rregullt e suneteve dhe e nafileve dhe e namazeve apo edhe adhurimeve të tjera është argument për farzet tona. Një njeri që nuk futet direkt në farz, po fal sunete përpara farzit, ti je i sigurt se përqendrimi i tij në farz është shumë më i mirë se sa i dikujt që vjen me vrap dhe futet direkt në farz, për shembull. Ose rrin duke lozë me celularin derisa thirret ikameti, ose rrin duke bëu muhabet derisa thirret ikameti.
Dhe një njeri I cili e shoqëron farzin me një sunet mrapa, ti je I sigurt se ky është argument se farzi I tij inshallah është I pranuar. Sepse e mira shkon me të mirë. Dhe e mira shoqëron të mirën. E një njeri që është neglizhent me sunetet dhe me nafilet, do të thotë se ky njeri faktikisht po rrezikon farzin e tij. Për këtë arsye thoshin ulemaja e hershëm, thoshin namazet sunete dhe namazet nafile dhe adhurimet vullnetare në përgjithësi shërbejnë si puna e kujt? Si puna e rrethimit të shtëpisë ose e avllisë së shtëpisë. Çdo që ti ndodhi një shtëpi e cila ka avlli, është më e mbrojtur se sa një shtëpi e cila është direkt në sy apo përballë çdo lloj gjëje. Pa një avlli e pa rrethuar me një mur anash. Dhe arsyeja tjetër është se janë disa adhurime vullnetare shumë interesante për të cilat ka ardhur një shpërblim shumë special që nuk duhet ta humbim faktikisht. Për shembull, le të themi, 2 rekatësh sunet I sabahut më I vlefshëm se dynjaja dhe çfarë kanë të dynjaja. Ose për shembull, kush I fal 4 para dreke dhe 4 mas dreke, I bëhet haram zjarri I xhenemit. 4 I ka sunet vetët dreka, po edhe 2 I ka mbrapa, 2 edhe I dyshe tjetër, 4. Ose për shembull thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka musliman ose muslimane që I fal 12 rekat përveç farzeve, në një ditë natë, vetëm se Zoti do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet. A e dini çfarë ka interesante? Kemi përmendur ndoshta edhe herë tjetër. Ka interesante se transmetuesit e këtij hadithi, kur e kanë marrë këtë hadith për herë të parë, kanë thonë këtë fjalinë më poshtme. Dëgjoje, dhe si kam lënë këto 12 rekate, qysh nga dita që e kam dëgjuar transmetuesin përpara meje. I pari Ummu Habibe, nëna e besimtarve. Pastaj çdo njeri nga Ummu Habibe deri tek transmetuesi më I fundit që e ka shkruar hadithin, ka thënë Ummu Habibe, kur e ngjoi pejgamberin alayhis salam që e tha këtë fjalë, tha, dhe unë nga ajo ditë si kom lënë herë 12 rekate pa fal. Ai që e mori transmetimin nga Ummu Habibja, masi e tha edhe unë tha nga kjo ditë që e kam transmetuar dhe mor këtë hadith për herë të parë, se kom lënë këtë 12 rekatësh nga ajo ditë deri më sot dhe kështu kanë vazhduar deri tek transmetuesi I fundit. Dhe kështu duhet jemi ne sot. Transmetuesit e këtij hadithi, ti themi vetes tonë, ti themi Zotit, nga kjo ditë që ngjum këtë fjalë, derisa të vdesim, këto 12 rekat nuk kemi për t'i lënë, inshallah taala, 2 para sabahut, 4 para dreke, 2 mas dreke, 2 mas akshamit dhe 2 mas jacie. Ta janë më të fortat, po njeriu mund të bëj edhe të tjera. Ka disa adhurime vullnetare që janë përmend për to shpërblimi që s'kan në adhurime të tjera. Për shembull kemi 4 rekat, le të themi namazin e duhas. Allahu ka thënë, o robim, bëj për mu 4 para dite, se do t'jem mbrojtja jote deri në darkët. E kjo s'është thonë për asgjë tjetër, siç është thonë për namazin e duhas. Ose për namazin e natës. Allahu xhelle xhelalu I thot pejgamberit alayhi salatu selam, dhe natën falu vullnetarisht, se Zoti ty do të ngrej në shkallë të larta. Pejgamberi sa me kishte fituar shkallë të larta. Kishte fituar grade të larta, nuk I mungonte asgjë pejgamberit sasem, po ishte edukim për ne. Ku jemi ne me namazin në natës? Ka njerëz që thonë, po pse duhet më fal natën një herë, përderisa unë fal farzet për shembull. Fa innahu da'bu salihin min qabl, rruga e njerëzve të mirë është namazi I natës. Pejgamberi sa në një hadith tjetër çfarë tha? Shumë interesant. Gabimet që bën njeriu në familjen e tij, në fitimet e tij, I fal, tha pejgamberi sa, namazi I tij dhe agjërimi I tij. Kështu këto nafilet, sunetet, jo vetëm që na rregullojnë problematikat, po edhe bëhen sebeb që Zoti na fali mangësitë dhe gabimet tona. Ose për shembull, është thënë për shpërblimet, agjërimi I ditës Arafatit, 2 vite, agjërimi I ditës Ashuras, 1 vit, që është javën tjetër, që I bjerë me 5.
Pra gjëra që nuk janë thënë, ose gjëra shumë interesante që arrihen duke bërë njeriu nafilet edhe sunetet. Thash, nafilet dhe sunetet zakonisht thuhet për nafilet dhe sunetet e namazit apo nafilet dhe sunetet e agjërimit, siç është për shembull dita e hënë dhe e njëjtë, siç është për shembull agjërimi 3 ditëve në çdo muaj, siç është për shembull agjërimi i Daudit alayhi salatu selam apo namazi i natës i Daudit alayhi salatu selam, që është një ditë po një ditë jo agjërimi, ndërsa për sa i përket namazit natës flente gjysmën e natës, çohej 1/3 dhe pastaj flente pjesën e fundit. Pra të gjitha këto e mbajnë njeriu, sepse koha e njeriu, koha ditore e njeriu është më shumë se sa farzet e tij. Koha ditore e njeriu është më shumë se sa farzet e tij. Pastaj o do ta mbushim me diçka të mirë dhe të dobishme, siç janë nafilet, sunetet e kështu me radhë, ose do të na iki bosh. Mirë pa ajo ikja bosh e kohës është hasratun wa nadamatun yawm al-qiyamah. Është dëshpërim ditën e Kiametit. Sepse i bie që ty të shënohen kohë, mos me thonë më të keqen, që është nëse ti veten tate nuk e angazhon me të mira, do të angazhoj me të këqija. Nëse nuk e mbush jetën tate me punë të mira, me vepra, do të angazhoj me diçka të keqe. Është shumë e vështirë për njeriu me nejt neutral. Shumë e vështirë për njeriu me nejt pauzë. Jo, po nuk bën e mirë, je i prirur për të angazhuar me diçka që është gabim edhe e keqe. A ka nafilet të tjera dhe sunetet të tjera përveç namazit dhe ka sigurisht. Ka në leximin e Kuranit. Ka në përmendjen e Allahu xhelle xhelaluhu. Ka në sadaka, gjëra që janë jashtë obligimeve dhe detyrimeve. Prandaj ta edukojmë veten tonë, ta mësojmë veten tonë, edhe të çojmë në mend atë fjalën e Imam Shafiut, i cili tha nefsi është si puna e fëmis. Nëse e edukon, ec dhe qëndron. E nëse nuk e edukon, s'ka gjë që e mbledh. Kështu edhe ne duhet kemi orientimin tonë për veten tonë, në mënyrë që të jemi më të orientuar në jetën tonë. Për ta mbyllur me hadithin e pejgamberit alayhi salatu selam, i cili thotë, namazi më i mirë që bën njeriu mbas farzit dhe mbas asaj 12-sës që tha me tjerë, tha është namazi i natës. Dhe agjërimi më i mirë që bën njeriu, pra besimtari, përveç Ramazanit, është agjërimi i muajit të Allahut, Muharremit. Ne kemi hyrë në muajin Muharrem vëllezën dhe motra, dhe në këtë muaj është mirë dhe sevap që ta agjërohet, sepse kështu e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përveç faktit të agjërimit të ditës së Ashuras, për cilën inshallah taala do të flasim edhe në xhuman e ardhshëm, por me qenë përgatit, sepse me shpresën e Zotit është mirë që dita e Ashuras të shoqërohet me një ditë përpara, dita e 9, kështu që me datë 4 dhe me datë 5 inshallah taala me qenë agjërueshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sikur të jetoja edhe i vit, pra mbas këtij viti, sikur të jetoja, unë do të agjëroja dhe ditën e 9 të Muharremit, kështu që shoqërohet me 2 ditë inshallahu taala. Njeriu në natyrën e tij ndikohet dhe është normale. Dhe nganjëherë vëllezërit dhe motrat kur dëgjojnë ligjërime të cilat flasin mbi mirësinë dhe si më thon shpërblimin e veprave të mira, marrin vrull. Mirë po, ajo që duhet bëj njeriu faktikisht është të bëj aq sa mundet dhe të mundohet ketë një program të përhershëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Boni prej veprave aq sa keni mundësi. E Allahu nuk velet vetëm po u velet ju.
Ose thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allahi azza wa jall adwamuha wa in qall." Puna më e mirë dhe më e dashur te Allahu është ajo që është e përhershme, edhe nëse është pak. Pa mos merr vrull, me e fillu një ditë, 2 ditë, 5 ditë, e pastaj javën tjetër ke nevojë për i hutbë si kjo prap që të karikohesh, po më mirë merre qetësisht dhe bëj program për veten tate, po atë program mundohu ta mbajsh. Nëse shto, s'ka problem, po duhet që mos të bish në atë që ti ke vënë program vetes. Tregohet se Abdullah ibn Omeri, radiallahu ta'ala anhuma, ka pa një ëndër, sikur e morën me lajket me e çunë në xhehenem. Çohet i trem Abdullah ibn Omeri dhe ja tregon në ëndrën kujt? Motrës vet. Motra e tij ishte nusja e kujt? E pejgamberit alayhis nën e besimtarëve. Thotë motër, kështu shkon pa ëndër. Dhe motra u bë merak, ashtu siç ishte bërë merak, ai që kishte parë ëndrën. Pejgamberi sa të kur e dëgjoi ëndrën buzëqeshë dhe tha: "Ni'ma ar-rajuli Abdullah, law kana yaqumu min al-layl." Është burr i mirë Abdullah. Abdullah është i mirë. Është burr i mirë shumë. Por të ketë kujdes me namazin e natës. O vëllezër, a nuk është ky një sinjal i fortë dhe i madh? Vallahi, ky është një sinjal i fortë dhe i madh. Për këtë arsye Abu Huraira radhiyallahu ta'ala çfarë tha? 3 porosi mi ka dhënë dashmi im, s'kom mërtilon kur sa t'jem gjallë. 3 porosi mi ka dhënë dashmi im, pejgamberi alayhis salatu wasalam. S'kam mërtilon kur sa t'jem gjallë. Kështu kanë qenë ata o burrë dhe unë. Kështu kanë qenë ata. Kur merreshin vesh diçka, se lejshin kur. Tha që ta fal vitrin para gjumit, që ta agjëroj 3 ditë nga çdo muaj dhe që t'i fal 2 rekat duha. Që t'i fal 2 rekat duha. O vëllezër, mund të jenë gjëra të thjeshta, por kur njeriu i bën program, arrin shumë. Sa i le të themi 2 rekatshi i duhas në 365 ditë, nuk është më 2 rekatsh, po shumëzoje. Ai është asgjë 2 rekat faktikisht. Asgjë nuk është. Mirë, po 365 ditë është gjë shumë. Gjoni një program tjetër. Një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam e sheh Bilalin dhe i thot: "O Bilal, radiallahu anhu, të kam parë mbrëm, thot, në ëndër ishim në xhenet." Mirë, po ti, kush Bilali? Thot, ishe para meje, ecje para meje. O Bilal, kush po pyet tani o vëllezër? Po pyet kush? Pejgamberi alayhis salam. O Bilal, i thot, çfarë mendon ti sa është ajo vepër që ty të boni ti jesh në xhenet? Sa ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, nuk janë ëndrat e pejgamberëve si ëndrat tona. Bilal radiallahu anhu menu. Tha o pejgamberi i Zotit, nuk e di se çfarë them, se çfarë mund të jetë ajo vepër që pastaj reflektoi dhe tha: "O pejgamberi i Zotit, ndoshta s'ka ndodhur ndonjëherë, tha, që unë të marr abdes e mas abdesit mos të fal 2 rekat namaz." S'ka ndodhur ndonjëherë që të marr abdes e mas abdesit mos të fal 2 rekat namaz. Ky 2 rekat që i përhershëm mas abdesit i Bilalit radiallahu ta'ala anhu e kishte fut në xhenet, madje po ecte para pejgamberit alayhis salatu wassalam në xhenet. Prandaj mos neglizho. Po su angazhove me diçka të mirë, do të angazhohesh me diçka tjetër. Dhe mos harroni një nga, le të themi, dhe me këtë dua ta mbyll, me hadithin e Aliut radiallahu ta'ala anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka njeri që bën një gjuna. Ne gjithë jemi gjunafçarë dhe gjithë bëjmë gabime, elhamdulillah. Dhe shqyr ka herë se po të bën njeriu gjunave bëhet me një madh pastaj. E masi e bën gjunaun, merr abdes, fal 2 rekat namaz, duke ju penduar Allahu xhelle xhelaluhu, vetëm se Allahu ka për të afshi gjunain që ai ka bërë.
Pastaj lexoj innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirin, punët e mira i fshin veprat e këqija, ky është përkujtim për përkujtuesit. Vëllezër, e zgjolla këtë hutbe për dy arsye. Arsyeja e parë, se jemi fut në muajin Muharrem dhe në të pëlqejet që të bëjmë adhurim agjërimi vullnetar, dhe arsyeja e dytë, se ne tashmë jemi fut në stinën e verës, dhe stina e verës e ka ditën goxha të gjatë, gjë që ne faktikisht duhet bëjmë program për vete, për fëmijët tanë, sepse vera mbaron, koha ikën, ndërkohë që mund të merreshim shumë dhe mund të përfitojshim shumë. Zoti na dhënë mirësi dhe begati në atë që na ka mësuar dhe e bëft këtë dije argument dhe dëshmi për ditën kur do të dalim përpara Allahut Xhelle Xhelaluhu.